Gjiro e 28 në elitën e futbollit vendor, solli emocione, gola spektakolar dhe tensione të shumta. Besa, një nga skuadrat më të rrezikuara për rënje, e nisi ndeshjen me Shkëndijën me golin e Selmanit, por Shkëndija u përgjigj me Ibrahimin dhe Tambanin, ndërsa Merxhani vullosi fitoren në minutat e fundit. Shkëndija mban kreun, ndërsa Besa lufton për mbijetesë. FC Shkupi u mposh nga Sileksi, ku një gol i diskutueshëm për pozitë jashtëloje e solli barazimin, ndërsa një gabim i portierit Denkovski mundsoi fitoren e Sileksit. Shkupi reagoi ashpër ndaj arbitrimit dhe kërkoi ndërhyrje nga institucionet. Ndeshja mes Struga Trimlumit dhe Gostivarit përfundoi 1-1 me një barazim të arritur nga Kehinde dhe një ndëshkim të kuq për Diatën e Gostivarit. Pas ndeshjes ndodhi një përplasje mes lojtarëve dhe 3 futbollistë dhe një antar i stafit Gostivarit u ndalua nga policia. Në Ohër, dueli mes Voskës dhe Vardarit u ndërprer në minutën e 76 me barazimin 1-1. Protestat ndaj një goli të diskutueshëm quan në tërheqjen e Voskës nga fusha dhe klubi kërkoi masa ndaj arbitrimit dhe federatës. Kjo ishte një tjetër fundjavë e mbushur me drama dhe tensione në elitën e futbollit vendor.